Ministrave, Këshilli i Ministrave ka emëruar këtë të premte ish deputetin e Partisë Demokratike Dashnor Sulën kryeinspektor të përgjithshëm. Vendimi u mor në mbledhjen e sotme të qeverisë. Dashnor Sula zvendëson në këtë detyrë Shkëlqim Ajdarin, i cili nga ana tjetër emërohet prefekt i Tiranës. Ish deputeti tani dëgjoni këtu ju qelbësira dhe ju maskarenj. Domethënë në 35 vit gjithë ata të djathtë, deputet sidomos, që u mbuzët me leka mo qelbësira, ky ndeti 20 vit deputet, po nuk e ka fajin ky, të gjithë keni faj, ju intelektualët e bythës, gjasme të djathtë, me të këtill unë bush pëdeja, që po talen e po zgërdhien të majtët, sepse të këtill njerëz pranuat në gjirin e pëdes. Që nga Ridvan Bode, që punon në Bankën e Shqipërisë, e ku diun edhe tani ky Ferdinand Xhaferaj, tërta deputetë që kanë mbështetur njerëzit me vite, ky Dashnor Sula, se Dashnor doli nga Tiranët, po qiet, vati në 4-5 herë zgjedhur deputet, 20 vit deputet, e kanë rrendur njerëzit pas tyre. Të gjithë, po qarin i të këtil mo, po është turp mo, edhe ju që jini aty, është turpe për juve mo, edhe ju deputete për desë, ju që jini lartë aty të gjithë, është turp sirja e këtyre, është turp mo, është talje me demokratët e thjeshtë që janë rrugëve. More veç, edhe Vrenozi i tha jo Ramës për një kafe që mund t'i punëson të fëmijët, dhe tha jo, nuk e bej, se kam cipër, kam karakter. Po dola në protestë me Salianin që më respektovi. Engrëm drejk e pim kafe dhe donë të dy, se unë tash unë jam i Vrenozi o vla, do dalë në protestë, po dhe më respekton të fëllana murë noka, do dina me ta murë nokën, ose me një titër, që nësi ka revolt vred nga një njeri që